Doja t'ju pyesja tani në lidhje me raportin e KLSH-s, i cili në fakt ka nxjerrë edhe na tronditse për sa i përket situatës së barnave në vendin tonë. Si analizoni mungesën e barnave apo edhe faktin që edhe kur janë në gjendje janë pa cilësi ose të skaduara dhe siç në fakt doli nga raporti, sepse KLSH ngriti alarmin që 80% e barnave në treg janë barna gjenerik. Si ndikon kjo te pacientët? Domethënë, si te buxheti ashtu edhe tek pjesa e shëndetit, po themi. Atëherë të marrim me radhë. Po. Situatat. Kapem me faktin, a jemi para një situate alarmante. Them se jemi para një situate më shumë se alarmante, pasi në varësi të asaj çfarë përfaqësojmë, kemi edhe sinjalin e alarmit. Të tërë të përbashkët kemi sinjalin e alarmit si qytetar, si pacient. Pasi shpresën të kurimi e kemi të bari. Këtu asnjë nga ne nuk bën përjashtim. Alarmin tjetër, në një formë veç asaj të qytetarit e kanë profesionistët, të cilët profesionin e tyre kanë të lidhur drejt për drejt me barin, që janë personeli mjekësor, farmacist mjek. Pse? Sepse mjeku pasi bën ekzaminimin, do plotësoj recetën dhe pretendohet që shërimi i pacientit të vinë nëpërmjet përdorimit të barit. Farmacistët si pjesa e sistemit shëndetësor, të cilët kur dëgjohen të tilla njoftime nga qytetarët e thjeshtë, perceptohen si bashkëfajtor të tilla situatave, dhe që realisht vetëm bashkëfajtor nuk janë, por janë mbuajtës të pasojave. Prap janë të alarmuar dhe kjo kategori, sepse janë personat të cilët mundsojnë me duart e tyre një produkt, barin konkretisht, i cili presupozohet që do trajtoj diagnozën. Dhe nuk ka farmacist që nuk përballet me pyetjen bari që mora, a është i sigurt? Dhe ne duke pasur elementet e sigurisë që vendos shteti mbi kutitë e barit dhe që së pari na garanton ne si profesionist që ky bar është i sigurt, pa më të voglin dyshim kthejmë përgjigjen që po, ky bar është i sigurt. Çfarë ndodhi nëpërmjet këtij raporti? Nëpërmjet këtij raporti u ngrit alarmi për të tëra këto hallka që përmenda dhe nga ana tjetër ne ngrem pyetjen, në qoftë se kontrolli i lartë i shtetit merr këtë lloj alarmi. Atëherë, cila nga hallkat shtetërore duhet na japi garancinë për barin, kur vetë një institucion i pavarur i shtetit shqiptar thotë që organet apo institucionet shtetërore që kanë detyrim ligjor të na garantojnë për cilësinë e barit nuk na pas kanë garantuar për cilësinë e barit. Nga ana tjetër, e quaj totalisht të pasakt deklaratën e kontrollit të lartë të shtetit që fakti që këtu ka 80% të tregut gjenerik nuk ka garantuar barna të sigurta. Bari gjenerik është totalisht i sigurt. Totalisht i sigurt, nëse është një bar i cili është prodhuar sipas standardeve, është futur në Shqipëri me dokumentacion të rregullt, është ruajtur sipas standardeve, është përndar sipas standardeve. Nuk është vetëm Shqipëria treg që pas ka një numër kaq të madh të barnave gjenerik. Tërbota, shërbimet shëndetësore masive nuk i bazon tek barnat inovator, pra tek patentat, por tek barnat gjenerik. KLSH-ja duhet kishte ngritur një alarm tjetër, përse për një periudhë kaq të shkurtër kohore ka ndryshuar raporti në një zvoglim në minimum të numrit të përfaqësive farmaceutike, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort përcaktojnë prezencën ose jo të firmave patent në Shqipëri. Dhe këtu jemi vërtet në një situatë të trisht, në një situatë e cila
thuajse i ka përzon krejt patentat. Përse duhen patentat, apo përse duhet prezenca e përfaqësive farmaceutike në Shqipëri. Ashtu siç kemi thënë, sa më shumë përfaqësi farmaceutike të jenë prezent në një vend, aq më garanci ka për stabilitetin farmaceutik të atij vendi. Pra, e kam krahasuar gjithmonë me prezencën e marrëveshjeve diplomatike ndër shtetase. Kam thënë janë një lloj ambasade e cila garanton një qëndrueshmëri nëse në rang shteti për politikat e jashtme, kësaj here në rang të zhvillimeve në nivele farmaceutike. Prezenca e gjenerikëve në Shqipëri, në të kundërt nga ajo çfarë tha kontrolli i lartë i shtetit, bën që të harxohet më pak, sepse logjika e gjenerikut kjo është. Pra, prodhohet një bar gjenerik që të ketë kosto më të lirë, sepse gjithmonë gjeneriku ka kosto më të lirë se sa patenta. Por problemi është këtu, mirë qytetari shqiptar ka shpenzuar para për barin gjenerik, po aja ka marrë efektin, dhe kjo marrja e efektit është që ngre pikpyetja. E ndjeshme për qytetarin shqiptar është fakti se kostoja në mënyrë të mirëfillt rëndon në xhepin e qytetarëve. Janë bërë studime dhe tani ka dalë dhe si raport ajo, që qytetarit shqiptar për të trajtuar shëndetin nga kostoja që shpenzon 60% të parave i nxjerr nga xhepi, nga buxheti i familjes së vet, pra nuk i del shteti në mbrojtje. Por ne jemi koshient dhe dëshiroj të mos bëjmë rolin sikur është një informacion që po del për herë të parë, pasi herë pas here janë ngritur pikpyetja apo problematika lidhur me këto që unë thash, e veçanta dhe tronditësja, është se për herë të parë një institucion ndonse i pavarur po shtetëror me zë dhe figurë bëri haptazi një denoncim. Tani në rolin e profesionistes që jam, nëse ky denoncim duhet të ketë prova të paktën për kategorinë e profesionistëve, të cilët janë dhe në gjendje ti deshifrojnë me gjuhë profesionale këto prova, detyrë është e Ministrisë së Shëndetësisë të provojë të kundërtën. Pasi vërtet ishte dhe vazhdon të jetë, se nuk ishte dhe iku. Udhasi lajm vazhdon të jetë në mes tonë dhe më e keqja është se në mes tonë është dhe rreziku se ne jemi në situatën e pamundësisë për të trajtuar korrekt nga rreziku që vjen nëse kemi prezent një cilësi të tillë të pretenduar nga kontrolli i lartë i shtetit për barnat. Po, e kuptoj. Pikërisht pra sepse domethënë edhe pyetja ime këto konsistonte tek pjesa që janë barna gjenerik në të njëjtën cilësi në fakt me barnat e tjera dhe për barnat do bëra kjo shtëruese, barnat gjenerik. Pra, cilësia e barit nuk lidhet me faktin që është gjenerik apo jo. Jo, e kuptoj, po. Është 100% i sigurt dhe ndarja është vetëm a janë varionat cilësor apo jo cilësor. Kjo pastaj nuk lidhet me faktin është gjenerik ose jo, sepse mund të ketë vajtur gjatë prodhimit diçka keq dhe mund të dalë me problem dhe një bar që është patent. Pikërisht, këta pjesë të ndoja që të sqaroja sepse u përfol shumë dhe u vë pikërisht më shumë theksi te kjo pjesë. Ishin titujt kryesor të lajmeve dhe prandaj doja që ta sqaroja në fakt dallimin midis një bari gjenerik dhe një bari tjetër që edhe pacientët jenë më të orientuar në fakt. Pa diskutim, bari patent, kur flitet për të njëjtin bar, bari patent dhe bari gjenerik, lëndën aktive, principin aktiv, pra atë molekulën prej së cilës pritet përgjigja farmakologjike e përpasoj efekti terapeutike kanë të njëjtë si princip, të njëjtë si dozë. Bari gjenerik me atë që është inovativ ndryshon nga
gjëra të tjera, por gjithmonë pa e cënuar asnjëherë principin aktiv dhe marrjen e efektit. Në rregull. Për të pasur kosto më të ulta. Për shembull, skemat e rimbursimit në tërë botën nuk mbahen me patenta, mbahen me generik. Në spitale, trajtimet masive janë me generik, nuk mbahen me patenta. Me përjashtim të rasteve, kur një molekul e re që ka dalë është ende në mbrojtjen patent, pasi kur hidhet në treg, vendoset në treg, një bar i ri, për 10 vjet ai është në mbrojtjen patent, sepse të vendosësh në treg një bar të ri, një bar inovator ka kosto. Atëherë i lihet e drejta firmës e cila e ka shpikur, e ka prodhuar për herë të parë që për 10 vjet ka dominojë ajo tregun në mënyrë që të ketë mundësi të nxirren të tëra shpenzimet, qoftë të kërkimeve shkencore, të provave, pra të tëra procedurat që kërkohen për të vendosur një bar në treg. Dhe pasi kalon kjo periudhë, atëherë kanë të drejtë dhe firmat e tjera për ta prodhuar dhe përpasoj vjen dhe rënja e çmimit. E qartë. Atëherë, po sipas raportit, një pjesë e mirë e barnave tumoral dhe në raport thuaj që 46% nga 253 barna që duhet të importoheshin në periudhën e auditimit nuk janë importuar. Në fakt, kush mban përgjegjësi këta është konkretisht është fondi i sigurimit të detyrueshëm. Jo. Është Ministria e Shëndetësisë atëherë. Në rastin konkret, përgjegjësinë për shëndetin e qytetarëve ka Ministria e Shëndetësisë. Në rastin konkret, Ministria e Shëndetësisë mundet ta realizojë nëpërmjet buxhetit. Buxheti përcaktohet nga Ministria e Financave, prandaj unë them shteti. Sepse ju garantoj, nëse shteti ka financa, operatorët e tregut farmaceutik e garantojnë dhe sjellin barin. Kur arrin dhe garantohen barna jetim. Bar jetim është ai bar i cili ka kërkesa shumë të vogla, nga ndonjëherë edhe me numër sa gishtat e dorës së individëve për të, por është jetim, është jetik, prandaj quhen barna jetim. Dhe kush e përcakton prezencën apo mos prezencën e barit? Shteti. Në spitale flas. Shteti nuk e përcakton vetëm me aspektin financiar. Shteti e përcakton dhe me politikat që ndjek. Vërtet duam që të mos abuzohet me çmimet, por unë vetëm në shtetin shqiptar po shikoj që të pranohet haptazi që barnat nuk kanë pse të kenë kosto. Domethënë, pranohet që programet digjitale kanë kosto. Pranohet që rrugët pas kanë kosto dhe kostot i pas kanë gjithmonë e në rritje. Pra, çdo lloj aktiviteti i qeverisë ka kosto dhe bëhet e prekshme për qytetarët me kosto dhe me kosto të rritura për X arsye. Si është e mundur që vetëm për barin nuk merret parasysh që ka kosto? Kjo për mua si profesioniste është afërmës. Kush është ai mbështetës në shtetin shqiptar, apo cili është ai këshilltar edhe për te kufive, që përshpërit në veshët e politikanëve dhe drejtuesve të shtetit tonë që shiko, barnat nuk kanë kosto. Barnat janë ndër artikujt që kanë kosto të lartë. Çfarë ka sjell kjo lloj politike? Kjo lloj politike ka sjell shtrëngimin e kompanive farmaceutike, duke u vënë kushte që nëse po e sjell me një shembull të thjeshtë, ti pretendon si kompani ta fusësh me 10 lek. Nëse ti këtë bar nuk e fut me 4 lek, unë nuk të fus fare në skemën e rimbursimit ose nuk të lë ta tregtosh në Shqipëri. Dhe shumë kompani farmaceutike, çfarë politike kanë ndjekur, kanë rezistuar sa kanë rezistuar dhe pastaj janë larguar. Dhe kështu shpjegohet zbrazja e tregut.
ka ndodhur vetëm për shkak të natyrës në thojza kursimtare të qeveritarëve tanë, po jo më fare. Sepse duke përzënë një kompani, me shumë gjasa kanë sjellë një kompani tjetër me të cilin mund të kenë pas edhe lidhje interesash. Kështu që gjunahet dhe përgjegjësitë, pra gjunahet që nga shkaktari dhe përgjegjësinë deri te fakti që nuk e ke prezent, e kërkojmë vetëm tek institucionet shtetërore. Shteti është që të mbledh ty sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, gjoja me pretekstin se ty do të garantoj barna. Shteti është ai që thotë këto janë rregullat për të futur barin. Shteti është ai që thotë që nëse s'ma sjell me këtë çmim, unë s'ta blej. Nga ana tjetër, po prap shteti është ai që i thotë kompanisë dhe lidh dhe kontrata me kompanitë farmaceutike për ta sjell barin, kompania farmaceutike e sjell barin dhe ja lë stok mbase deri në skadencë dhe nuk ja tërheq, dhe çfarë kemi? Kompani farmaceutike të dëmtuar, e mbi të gjitha një qytetar të pa trajtuar. Kështu që nëse duhet drejtojmë gishtje drejt atij që është fajtor, është shteti me institucionet e veta të cilat kanë kompetencë që të na garantojnë tjetër realitet, jo këtë që kemi sot. Sepse në fakt në raportin e KLSH-s ai që akuzoi më tepër ishte pikërisht fondi për shkak të mungesës së inspektimit, domethënë ishte ngritur pak a shumë një për mungesën e barnave jo. Fondi mund të jetë akuzuar për tjetër gjë, ashtu si kam kuptuar unë, që për rimbursimet që ka kryer nuk ka kryer inspektimet që duhet. Po, pikërisht tek pjesa e inspektimeve, po. Fondi ndër vite është organ ose institucion, po them, jo organ në shtetëror. Është institucion shtetëror mëkatar, me plot kuptimin e fjalës mëkatar. Fondi ishte që bëri gropën e madhe ekonomike, mos gaboj ka qenë 2015, me disa ndëshkime qesharake, para ca kohësh prap u bë një gropë e madhe dhe ju garantoj, nëse nuk ka bashkëpunëtor brenda fondit, këto gropa ekonomike nuk bëhen, dhe për sa kohë fondi të jetë monopol, sepse është i vetmi institucion i aplikimit të skemave të rimbursueshme, edhe atmosfera e funksionimit të fondit, kjo do jetë. Dhe për sa kohë do jenë ende sqetulla shtetërore si institucione, edhe emërimet do bëhen ashtu siç jemi mësuar të bëhen ndër 30 vjet. E qartë. Atëherë kisha edhe në fakt një pyetje të fundit, duke qenë që edhe koha ka ecur shumë shpejt. A keni në fakt një apel për institucionet dhe a duhet një reagim nga profesionistët e fushës, domethënë sepse ka kaluar pak qet edhe te bluzat e bardha nuk shoh domethënë një reagim konkret përveç jush edhe disa profesionistë të tjerë që dilnin në media her pas here janë disa gjëra që edhe pse i prekin nuk ka një reagim. Mendoni që duhet të ketë protesta ose sepse një profesionist mjeku ka të bëjë, siç e thatë edhe ju në fillim, ka të bëjë drejt për drejt me jetën e pacientit. Si mjeku, farmacisti, infermieri, dhe mendoni që keni një apel edhe për profesionistët e fushës apo edhe për institucionet? E bora është e vërtet që tek ne është shumë e çajë, qoftë reagimi i çajë, qoftë reagimi qytetar, qoftë dhe reagimi profesional. Ne si komp kam përshtypje nuk i kemi nxjerr kot sa shprehje si për shembull i nxjerr gështenjët me duart e të tjerëve. Dhe ne këtë lloj fryme e hasim në të tëra profesionet, ne këtë lloj fryme e hasim në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, duke qenë se kjo lloj fryme mbizotëron tek të tërë, qytetarët kokën e kthejnë te më i dobti ose te pika fundore, që kush është farmacisti. Në një kohë që vetë farmacisti është i shokuar nga të tilla informacione, sepse e dëmton në punën e tij dhe në atë marrëdhënien që është primare me pacientin. Nga ana tjetër,
reagime ndonse jo aq të dukshme. Ka pasur, nuk është se s'ka pasur. Por njerëzit në një harë kohor prej 30 vjetësh janë lodhur, kanë nxjerrë dhe konkluzione që këtu reago sa të duash, nuk ndryshon asgjë dhe ne jemi spektator të një shfaqjeje shumë tragjike dhe të dhimbshme që njerëzit tashmë kanë krijuar atë bindjen që këtu qiru ulërit vërtit, ose do gjesh një fund të keq, ose nuk zgjidh asgjë, ndaj më mira të valixhen në dorë dhe largohu. Fatkeqësisht, sidomos 10-12 vjet të fundit, mesazhi ky ka qenë. Pse? Sepse njerëzit një herë në 4 vjet presupozohet të kenë një armë shumë të fortë në dorë që është vota. Dhe presupozohet që ai që është dhe të drejton shtetin është pikërisht produkti i votës tënde. Çfarë është treguar ndër vite? Që vetëm kjo e vërtet nuk është e vërtet. Dhe sa do të reagosh, ose është si ato rastet që dikush që ka nevojë për ty të shtrihet të bëhet urë po shkëmbëve, sa të garantoj atë gjë për të cilën të është lutur, ty të heq trarët mbajtës për të rrëzuar, dhe ne në këtë lloj situate jemi sot. Unë nuk mendoj që ky lajm nuk ka pas reagim, të paktën mes nesh si profesionistë është diskutuar, është tërdiskutuar, gjendje alarmi madje dhe një situatë e tillë kur shiko tani duhet të na japin prova, jo të na baltosin, sepse realisht pavarësisht se s'është veprimtarie drejt për drejt jona, duke qenë se ne jemi ata që japim këtë lloj produkti, të bën pjesë të asaj moçalishteje, dhe profesionistët vërtet kërkojnë të sigurojnë fakte të cilat vërtetojnë njërin krah apo krahun tjetër. Veç kësaj, çfarë do të qejë udhës? Do të qejë udhës që ato termat e përgjithshme që thuhen të jenë konkrete. Sepse në momentin kur ti thua që ka barna cilësore, termi bar është shumë i përgjithshëm, termi bar është koncept ligjor. Por ky koncept ligjor në farmaci apo në farmaceutik identifikohet me emër, cili është emri i barit, që është jo cilësor. Ku konsiston mos cilësia e tij? Cila firme ka sjell, cila firme ka provuar, por thjesht të thuash apo të bësh akuza, por në përgjithësi mua nuk më duket korrekte. E para. E dyta, ju thatë, cili është reagimi apo cili duhet jetë reagimi? Unë mendoj që nëse kontrolli i lartë i shtetit ka filluar këtë lloj veprimtarie, pra jo veprimtari lidhur me auditimin, nëse kontrolli i lartë i shtetit atë detyrë ka të auditojë, por për herë të parë kemi një institucion të pavarur që ka ngritur akuza shumë të rënda. Por nuk janë akuza të cilat lidhen me sa e bukur apo sa e shëmtuar është kjo fasadë. Janë akuza të cilat lidhen drejt për drejt me jetën e çdo qytetari shqiptar që nga mosha 0 ditë pra, që për atë që është i sapo lindur e deri atë që vete në fund të jetës. Dhe mendoj që në këtë rast ne nuk duhet të presim reagimin qytetar, por ne duhet të jemi në pritje të veprimit tjetër të radhës që është po prapë detyrë e KLSH-s. Nëse ka vërejtur apo nëse ka dokumentacion të plot që provon dhe vërteton faktin që në Shqipëri është lejuar të futen barna jo cilësore, dhe një bar kur është jo cilësor është i dëmshëm për jetën e qytetarit, ta vazhdoj procedurën duke e çuar dosjen më tej në institucionet që kanë kompetencë të ndjekin këto gjëra. Kjo është lëvizja e radhës. Dhe ne të tërë si qytetar duhet ja kërkojmë KLSH-s këtë lloj veprimi. Jo çfarë do bëjnë profesionistët, çfarë mund bëjnë profesionistët? Sa janë profesionistët farmacistë në tërë vendin? 3000 vetë në tërë Shqipërinë.
E qartë, jo, e kisha fjalën për një reagim të paktën greva ose diçka në sensin edhe për të nxitur pak shtetin për të marrë masa ose sikur edhe vetë KLSH-n se duke qenë se pjesë pavarësisht se është e pavarur, është pjesë e strukturave, po. Përkore pavarur po e varur. Po. Bora, pse duhet? Pse të thash? 3.000 janë gjithsej. 3.000. Pse s'ngrihen sot? Ku i ke gjithë qytetarët? Ku i ke gjithë pensionistët që janë kategori që nuk ka një individ që s'përdor barna? Pse me vrak kur ka votime pensionistët i ketë parët që vend dhe votojnë? Dhe për të reaguar për shëndetin e tyre i ketë fundit. Të mos harrojmë që pensionistët janë dhe kontingenti më vulnerabël në pamundësi ekonomike për të pasur mundësinë për të blerë barnat që u nevojiten. Pse nuk reagoj? Pse nuk reagojnë në punë si që i kanë prindrit apo fëmijët apo veten e tyre që përdorin barna? Për në punë si tash mos e qartë arsyeja. Pra po tjetë kështu. Si tash, gështenjat me duart e tjerëve të tërë do gjejnë nga një arsye për të mbrojtur. E po në qoftë se një nënpunës ka hallin t'i bëj servilizëm shefit, atëherë le të vuaj këto lloj rezultatesh. Sepse ne vërtet na duhet puna, se do të çojmë bukën e përditshme në shtëpi. Por kur kjo bukë është e helmuar, jo, ti nuk bën për shefin tim atëherë. Kështu që un kam përshtypjen ne presim gjithmonë me sytë nga qielli dhe i zgjidhim të tjerat. Personalisht kam dhënë shembullin që jo, nuk zbrapsem. E them fjalën, e them qëndrimin tim, pavarësisht postove personale që kam mbajtur. Pse? Sepse njerëzit duhet të zgjedhin një rrugë në jetë. Nëse duan të bëjnë paqe me veten, me atë çfarë ata vlerësojnë të drejtë me profesionin që kanë zgjedhur, apo vendosin të jenë masha të dikujt. Paqja ime është në pjesën e parë.